Kjo është problem tjetër. Qartë, mirë, zoti Merkoçi. Sa i thia unë se i tha ai se e kërcënoi. Për çfarë kërcënoi Belinda? Për çfarë do e kërcënonte Belinda? E qartë, mirë, unë do doja të... Nuk ka qenë, sepse gjërat merren në vimësi. Politika ka një të keqe, nëse nuk e ndjek ditë për ditë, nuk e nohat, je kot. Qartë. Belinda nuk ka qenë për të vënë zëvendës kryeministën në mandatin e 4. Është vënë sekondin e fundit. Dhe ata që e vënë tani, ata nuk e lej me heq. Dhe pra ne Rama bën gjithë të luftë. Rama ka hallë, unë nuk kam thënë, Rama do ta shkarkoj Belinda Ballukun vetëm me një vendim gjykate për të justifikuar shkarkimin. Po jo se do ta mbroj dhe nuk e shkarkon. Se tjetë thjesht, vetëm për Belindën e kishe shkarku 70 herë. Mirë, zoti Merkoçi, shkurtimisht për ta mbyllur sepse kemi arritur në limitet e kohës. Do doja të dija se çfarë mendoni tashmë për situatën politike brenda Partisë Demokratike dhe një herazi edhe për lëvizjen e zotit Saliani. Brenda Partisë Demokratike vazhdon në njëjtë situatë 35 vjeçare, aty komandon Sorosi, me që e do shkurt fare. Aty komandon Sorosi, për sa kohë Sorosi bën ligjin aty në atë parti, nuk ka absolutisht asnjë lloj lëvizje tjetër. Saliani bëri një lëvizje të cilës unë ja kërkova publikisht, edhe Salianit ja kam kërkuar, kam thënë, e ke takime apo lëvizje, për sa kohë nuk e ka ndarë mendjen që e ka takime apo lëvizje, sepse është shumë e thjeshtë bësh takime dhe është e vështirë të bësh lëvizje, sepse kur bën lëvizje duhet të nxjerrësh platformën tënde, duhet të nxjerrësh objektivat që ke dhe atje ku do shkosh, që ti ku shkon takon antarët e partisë duhet të shpalosësh në qoftë alternativën, qoftë edhe synimin. Në një moment kur ti nuk shpalos as synim, as alternativë, po e bën një takim edhe me fillojnë edhe zihen, domethënë, a kishe ti 5, a kishe unë 7, kjo nuk është as politike një herë, e para, nuk është lëvizje politike. Kjo është lëvizje, unë fillimisht e kam quajtur një luftë brenda jo Sali Berishës edhe Ervin Salianit, por nëmjet Gazbarit edhe Ervin Salianit, sepse Ervin Salianit duhet ta kuptoni që ishte koptuar në kryesi dhe asnjëri nuk e hapi goja dhe tha si u erdhi ky njeri me vendim të kujt? Sali Berishës? Po pse çfarë Sali Berisha? Ka partinë vet që këdo Sali Berisha fuska në kryesi, këdo heq. Dhe sot që e heq, sot thon pse e hoqi pa vendim, po pa vendim ka ardhur. Qartë. Dhe ta heqi, do ta heqi. Se ai e solli e i e heq. Dhe unë e di se ç'a veprimi s'ka bërë. Dhe çuditshme se edhe në Këshill Kombëtar, që dëgjova, nuk dëgjova që pyetesh dikush, ore, si u mor ky vendim? A ka një vendim? Ose kryesia? Po nuk mund dali tani flamur noka e të përsërisi portavoce Sali Berishës. Ato që thot Berisha, jo vetëm flamur noka, ata të gjitha ty ashuja. Ç'a thot Berisha, thon ata. Njerëz të cilët nuk kanë integritetin e tyre, nuk kanë moralin e tyre, nuk kanë dinjitetin e tyre, nuk kanë bërë njëherë një lëvizje. Dhe unë për ne e thësh edhe Saliani, e ke takim apo lëvizje? Po nuk bëhet kështu. Dhe Partia Demokratike për ne ka ardhi në këtë drejtë. Sepse, jo vetëm ata, janë gjithë partitë politike në Shqipëri kështu janë. Të gjitha janë në këtë lloj forme. Po ti marrësh kryetarët e partive, edhe këto të reja gjoja që dolën, po të marrësh dhe të pyesësh kush është rivali ti, asnjë s'di. Vetëm emri, edhe kur përdorin emrat e kryetarëve të partive. Nuk thon Partia Socialiste, po thon Rama, nuk thon Partia Demokratike, thon Berisha, Llapa, Mapa, Çorri, ku diun. Emra partisë që zhdukin. Autokrat. Që kur lindin autokrat. Pse? Sepse mungon e djathta në Shqipëri. Nuk ka parti të djathtë që të bëjë reakcion, që të ketë edhe populli të kuptojë jo valla se çka ka. Këto janë gjithë njësoj. Në njëjtën mundësi siç ka qenë dikur. Vazhdojmë 83 vjet me të njëjtën mundësi, udhëheqim dhe drejtojmë politikën, që ta që politikun prapë ja u ripërsërish, ta janë para politik, nuk janë politikan. Këta janë gjithë në agjendën e Sorosit. 35 vjetë Shqipëria ka bërë agjendën e Sorosit. Dhe vazhdon me atë agjendë. Dhe e vërtetur kur firmosim për Shabani. Njëri unë e Sorosit dhe firmosim Partia Demokratike. Tash çfarë i them unë tyne?
Ta një parti që nuk pati kurajon, civilet bëndi një shkres ta dërgonin bashki për t'i heq titullin qytetar ndërejt Soros. Në të njëjtën kohë që Amerika e ka shpallur Sorosin në organizat terroriste, jo kriminale, po terroriste. Dhe këtu, kjo parti e cila pretendon që është parti e djathtë nuk është, pretendon se ndjek politikën e Trumpit, nuk bën një lëvizje të vetme ka shi Sorosin. Atëherë, dhe kanë njësës pasaj që thonë që janë gjithë bashkë. Po pse bën numër atje? Atje në sallë kuvendit, kujtosi me atë i Mushe Menin Miletit, vete zgjedhë dhe vetë në flak. Nuk është kjo. Partia politike është partia e qendrës. Ka hik ai nocioni që ne e krijuam atë parti, që është në 90-ën, si një parti të djathtë për të përballur me të majtën, po për parti të qendrës. S'ka nevojë për parti të qendrës, aty janë. Socialdemokratët aty janë. Atëherë ne mendojmë parti të djathtë. Nëse ti e partina rrëshket, ke qendra dhe majtës, s'është për partia. Nëse ti ndjek politikën e Soros, nëse ty njerëzit e Sorosit ke aty brenda, dhe këtë nuk është se po ja u them sot. Unë këtë e kam deklaruar mes Partisë Demokratike kur në primaret e para dhe thash për sa kohë Soros i komandon në këtë parti. Dhe asnjëri nuk reagoi. Edhe Saliani ka qenë aty. Nuk ka reaguar. Edhe këta që dalin sot edhe Gjoja shajnë Sorosin. Edhe këta nuk kanë reaguar. Sepse janë deputet, apo e qyjnë vetëm politikan, si këta sa marrë një karton deputet e qyjnë vetëm politikan, janë famos këta. Që qyjnë vetëm politikan, nuk kanë bërë një lëvizje politike. Nuk më gjeni një kaos të djathtës që e quajnë këta, në thonjza janë e djatht, që kanë hedhë një kaos, që kanë dhënë një zgjidhje. 13 vjet në opozit dhe nuk ke asnjë lloj alternative, do të dalim protest, dhe të gjithë partit, po t'i vesh re, të gjithë partit thot, do dalim protest. Atëherë unë shtroj pyetjen, ju jeni jo para politik, po foshnjërak politik. Pse? Po më gjeni në një vend botës që partit politike dalin në protesta e revolta. Dalin sindikat. Nuk dalin partit politike, nuk rrëzojnë do të partit politike qeverit. Në 91 kur jemi ngret, kemi kriju sindikatën që kemi hedhë qeverin nano. Partia Demokratike humbi zgjedhjen. Dhe megjithatë ne u çum, bëm atë revolt. Një mujoj që bllokuam gjithë Shqipërinë dhe u bë zgjedh parakoshme. E qartë. Po nuk është partia politike për të rrëzu qeverisë, dhe nuk ka ndodhur në asnjë vend botës, dhe nuk ka një literaturë në botë ta pranoj këtë. Që partit politike dalin, dhe të gjithë partit, edhe partit e reja, dalin protesto. Si dil ka partia protesto? Parti politike, po këta e të regojnë vetëm pra, që nuk janë politikanë, të regojnë vetë, nuk kanë koncept. Në momentin që nuk ke koncept, sepse vazhdoj me konceptin marxist-leninist, partia i ditë gjitha, partia i bët gjitha, partia e rregullon, partia të bo me shtëpi, partia të bo me punë. Partia të bërë pasanik, oligarkët e partisë. Partia të bërë gjitha. Qartë, zoti Markoçi, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Edhe unë falenderoj. Falenderit shumë, ishte kënaqësi. Mirë, nderuar televizionistë, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, më pas do të rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur tashmë tek gjeopolitika.